Jemi pak më konkret, tani e nisi me jugun, sa kushton të kalosh pushimet në Rivierën Shqiptare? Ote, këtu e kemi një më të përgjithshme. Një hartë e përgjithshme, ku për datën 20 korrik sërish 2 persona, nga Shëngjini mund gjesh 40 deri në 80 euro, në Velipoj 45 deri në 100 euro, në Durrës 60-120 euro, pra sa më shumë zbresim drejt qendrës se për të shkuar më pas pak më në jug 700-150 euro, në Vlorë, në Borë 70 deri në 170, ndërkohë që në Palas, Ksamil, Sarand dhe në Dërmi çmimet shkojnë nga 75 deri në 200 euro. Në Sarand të paktën për 20 korrikun, me dënat e booking që i referohet në këtë rast strukturave hoteliere dhe Airbnb apartamenteve me qira ditore, ti nuk mund gjesh nën 80 euro dhe çmimi maksimal shkon 200 euro, sigurisht që ka në disa, le të themi, resorte ku mund duhet të paguash edhe më shumë për të akomoduar për një natë. Pra në veri ti mund gjesh çmime më të volitshme, të përballueshme, ndërkohë që sa më në jug çmimet shkojnë deri në gati të papërballueshme. Po, atëherë kjo është panorama që i përmbledh të gjitha, dhe pjesën që nga veriu dhe deri në jug. Por që gjithsesi nëse dikush doj që të bëj plazh, të kaloj pushimet e tij, pa shkuar në Jon ka Adriatikun si një alternativë më të leverdishme dhe sa më në veri çmimet janë më të ulta. Po, janë më ekonomike. Mirë, kalojmë pak tek grafika tjetër. Edhe nëse shohim edhe në raport me vitin 2025 tek pjesa e inflacionit, pra të rritja e çmimeve që ka ndodhur, në fakt nuk kemi më ato ritmet shtrëngtimit si nga 2023 në 2024 apo 2024 në 2025. 5% është akomodimi, 5% në plazh pjesa e shezlongjeve, ndërkohë që pjetë alkolike dhe jo alkolike me 10%, transporti me 5% për shkak edhe të asaj valës shtrëngtimit karburanteve që në fakt edhe këto ditë nafta edhe ditën e sotme i është afruar sërish nivelit të 200 lekëve, duke ndikuar tek inflacioni tek transporti, ndërkohë që ushqimet gjithashtu kanë njohur një rritje me 10% për shkak se për momentin tregu është i orientuar në import. Pra, sipas këtyre të dhënave, akomodimi, pra dhomat dhe akomodimi në plazhe, shezlongjet nuk kanë pësuar ndryshim. 5% është, le të themi, një normë normale e inflacionit. Pra çdo vit ti sigurisht që do të njohësh një rritje për shkak se një destinacion vijon që të jetë i frekuentuar, të jetë i dëshiruar nga vendasit por edhe tuajt. 5% është një normë normale. Edhe 10% tek pjesa e pijeve alkolike deri diku për shkak të akcizës dhe taksave që rëndojnë mbi to që nga vit në vit në rriten, ndërkohë që tek transporti do duhet kishin një normë më të ulët të inflacionit edhe tek ushqimet gjithsesi, sepse turizmi ka dhënë një shans të madh bujqësisë shqiptare për të prodhuar më shumë produkte, për të shitur ato, por në fakt ka ndodhur krejt e kundërta. Ne jemi orientuar në import dhe kur ti do duhet që ti blesh produktet nga jashtë, sigurisht ato mbartin një normë më të lartë inflacioni. Mirë, Mario, sa turistë kanë hyrë deri më tani në Shqipëri? Sigurisht që bilanci përfundimtar bëhet kur mbyllet dhe sezoni, të dhënat që jepin stat, por deri më tani sa turist kemi? Atëherë, bazuar te dhënat nga Instituti i Statistikave, të përpunuara edhe nga Ministria e Turizmit, Sportit dhe Kulturës, kemi 6.3 milion turist, duke duhet përditësohen edhe shifrat e muajit qershor, po një shifër e konsiderueshme në rritje në raport me vitin me 6 muajorin e parë të vitit 2025, ndërkohë që ka ndryshuar pak edhe ajo gjeografia e turistëve, nga shtetet 6.3 janë turistë të huaj, apo edhe shqiptarë që jetojnë jashtë dhe kanë ardhur në Shqipëri? Në përllogaritjet janë edhe ata të cilët vinë nga jashtë, që mund të jenë edhe shqiptarë të cilët jetojnë jashtë dhe automatikisht le të themi në pikat kufitare ata deklarohen që kanë ardhur për pushime dhe automatikisht futen te kategoria e turistëve. Nga Lituania ka një rritje të konsiderueshme me 273%, nga Danimarka, nga Finlanda këtë vit, nga Polonia, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar, Britania e Madhe shumë, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Izraelitët vjet patën një rënje të konsiderueshme, por duket sikur pavarësisht tensioneve në gjirin persik në lindjen e mesme, sërish le të themi kanë zgjedhur që të kalojnë edhe pushimet dhe Shqipëria për shkak edhe të marrëdhënieve të mira politike automatikisht është përkthyer edhe në një marrëdhënie të mirë ekonomike në këtë rast me turizëm, 48% rritje krahasuar me muajin me periudhën janar-qershor vitit 2025. Mirë, Mario, referuar dhe viteve të kaluara, turistët nga Europa, po, ishte një pyetje përpara se të vazhdoj me këtë grafik. Pra, turistët e huaj rikthehen në Shqipëri? Pra, ata të cilët e kanë shkelur një herë në tokën shqiptare? Referuar dhe viteve të shkuara. Po, ka një pjesë të konsiderueshme dhe kjo është pozitive, veçanërisht italianët, spanjollët kanë një rikthim
një margj të konsiderueshëm të rikthimeve, ka dhe nga ata të cilët mbesin të zhgënjur, por pjesa dërmuese e atyre që kanë ardhur në Shqipëri të paktën deri në vitin 2025, sepse duket sikur për këtë vit edhe për shkak të kursit të këmbimit, por edhe të problematikave në drejtim transportit, të mospagesave me kartë, por edhe të vështirësive tjera që një turist mund të hasë duke ardhur në Shqipëri, duket sikur ka një lloj pakënaqësie, pra të paktën edhe nga ato intervistat që ne kemi realizuar, por edhe perceptimi që kanë krijuar edhe agjencitë e turizmit, turoperatorët, pra duket sikur nga viti në vit pritshmëritë rriten karshi Shqipërisë për të pasur më shumë ofertë, shërbime më cilësore, por nuk po e gjejnë atë lloj shërbimi cilin pretendojnë. Çmimet rriten sepse për ta janë dy arsye, nga njëra anë është inflacioni i përgjithshëm që ndikon te rritja e çmimeve dhe nga ana tjetër zhvlerësimi i valutave, veçanërisht një pjesë e konsiderueshme e turistëve janë ata të cilët vinë nga Evropa perëndimore dhe duhet të paguajnë të konvertojnë parat eurot në lekë dhe automatikisht janë të humbur për shkak të kursit të këmbimit. Kështu që përveç turistit nga Kosova dhe turistit nga rajoni, italianat le të themi janë turistët europian që deri diku janë besnik të Bregdetit ton? Atëherë, nëse ne do të bënim një lloj hartëzimi të gjeografisë të turistëve, sigurisht që kemi shqiptarët e Kosovës, ata të cilët përbëjnë pjesën ndërmuese, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Pra ne kemi gjysmën e totalit të turistëve të cilët hynë në Shqipëri, turist patriotik, pra nga ata të cilët vinë nga vendet e tjera shqipfolëse, ndërkohë që italianët janë ata të cilët zënë vendin e parë, le të themi, përtej turizmit patriotik, kemi spanjollët që renditen në vend të dytë, gjithashtu kemi edhe serb, janë të rajonit, por janë një pjesë të konsiderueshme nga Britania e Madhe, gjithashtu kemi një pjesë të konsiderueshme të turistëve që hynë, por edhe nga Polonia. Që hynë pra dhe kanë hyrë disa herë në Shqipëri. Po, që vazhdojnë që të vinë. Pra, por sërish mbeten italianët ata të cilët përbëjnë pjesën dërmuese të turistëve europianë. Kaloj pak dhe te grafika e fundit? Kemi shifrat cilat për hyrje deri në maj, ende janë të papërditësuara shifrat e qershorit, por dhënat paraprake tregojnë për një fluks të konsiderueshëm, ndërkohë që janar-maj 2025 kemi pasur 3.4 milion, në janar-maj 2026 kemi 3.7 milion, në këtë rast një rritje me 8.2%, ndërkohë që në drejtim të 5 mujorit parë, vetë muaj maj përbën le të themi pjesën më të madhe të hyrjeve me 1.1 më shumë se sa 1.1 milion, nga 987.000 në maj të vitit 2025, pra një rritje me 16%. Pra sigurisht që shifrat janë në rritje, të paktën bazuar te dënat zyrtare dhe ky është një lajm i mirë për Shqipërinë. Pra ka një rritje të turistëve, edhe pse qeveria, zoti Rama ka thënë që ka një stepje, ka patur edhe anulimeve për shkak të protestave, kështu që nuk qëndron përderisa ka një rritje të numrit të turistëve? Po, duket sikur vetë qeveria kundërshton shefin e ekzekutivit, pra domethënë kemi dhënat zyrtare të cilat tregojnë që ka një rritje. Pra ka rritje të numrit të turistëve me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Po, deklaratat politike shpeshherë janë të tilla, vetëm politike dhe përdoren në kontekste të caktuara për dhënë mesazhe të caktuara, por dhënat zyrtare tregojnë që në Shqipëri jo vetëm që nuk ka një stepje të turistëve të huaj për shkak të protestave, por përkundrazi ka një rritje veçanërisht në Tiranë për shkak se për periudhën maj-qershor apo edhe në korrik shumë prej tyre vinë në Tiranë për shkak të aeroportit, qëndrojnë 2-3 ditë dhe më pas nisin të eksplorojnë jugun e vendit por edhe veriun. Pra nuk ka asnjë lloj stepje turistëve të huaj nga protestat apo nga asnjë lloj fenomeni tjetër prezent në Shqipëri. Mario, të falenderoj shumë për gjitha këto të dhëna që i bën publik për shikuesit të cilët na kanë ndjekur në A2 Puls, një hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë.